Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit, për t'i komentuar ato lëvizjet më të fundit dhe për të bërë një analizë pak më të detajuar, për të kuptuar shkaqe rrethanave që artistët shqiptar bëjnë këto lëvizje. Në këtë minutazh dua të ndaloj tek Brikena Selmani. Brikena Selmani ditën e sotme na ka befasuar të gjithëve. Kur Brikena ra në heshtje, realisht heshtja e Brikenës është një përgjigje se nuk kam heshtur kot, po bëj diçka, po sjell diçka. Do të bëj një diçka shumë të bukur që ju do t'ju befasoj. Dhe ne realisht e presim me shumë dashuri dhe e presim me shumë emocion se çfarë do të na sjell Brikena. Brikena në Instagramin e saj ka postuar një pamje të re. Do me thënë ajo ka ndryshuar komplet pamjen, është bërë më bjonde, po bjonde i çik si në ngjyrë hyri, do me thënë ka ndryshuar pak lukun e saj. Duke që është me një fustan të gjatë, do me thënë nga informacione që unë kam marrë, Brikena ndodhet në Tiranë, sepse këto ditë ka qenë edhe në provat e këto parena, edhe ka punuar me një intensitet shumë të madh, se përsipër ka marrë një projekt i cili do fokus, do një qëndrueshmëri të fort, nga që një vajzë e cila është pjesë e altarit të misit, një vajzë e cila gjithmonë ka luftuar me bukurinë, sot është në një ambient që realisht është shumë larg vajzës e cila është në trendin për të qenë goca më e bukur shqiptare. Do me thënë, Brikena ka bërë një lëvizje shumë interesante, një lëvizje të çuditshme që të gjithëve ju ka rënë në sy. Në videon të cilën e ka postuar në Instagram, Brikena duket shumë e lumtur, duket shumë happy dhe sinqerisht më vjen shumë keq, sepse është videoja e parë që kur ka dalë nga Big Brotheri, që Brikena hedh në Instagramin e saj dhe nuk e merr pëlqimin e personit që Brikena e admironte, por njëkohësisht edhe ai e admironte Brikenën. Dhe kjo gjë më dhëm, sepse unë jam i vetmi gazetar realisht që gjithmonë kam qenë pro dashurisë, gjithmonë kam qenë pro të bukurës, gjithmonë kam qenë pro përqafimit, do me thënë, i kemi mbështetur këto gjëra dhe i kemi duar trokitur, dhe në këtë rast Brikenën e shoh pak si të vetme pa Mateon. Por buzëqeshja e saj, duke që Brikena është e përmbushur që po nis një rrugtim të ri, një rrugtim që e ka pritur pafund. Brikena gjithmonë thonte se nga Big Brother do të marrësh më të mirën tënde, do të marrësh më të mirën e këtij formatit dhe arriti që ta merr më të mirën e këtij Big Brotheri. Brikena duket me një energji që pret që të bëhet data 11 dhe të shfaqet në Top Arena, aty ku Brikena për herë të parë do të luajë një rol kryesor. Jemi të gjithë kureshtar të shohim se si do të jetë qasja me Mateon, si do të jetë biseda e tyre. Nuk ma merr mendja që mund t'i ikin bisedës së njëri tjetrit dhe besoj që do të jetë gjithçka në fokus të publikut shqiptar se çfarë po ndodh me këtë çift. Por gjithsesi Brikena duket që është ndërtuar në një mënyrë dinjitoze.